Për neve që jem duham pers, nuk është bashkë e letë, është një atmosferë interesante që ndryshon, dallon shumë prej mujve tjerë, nuk janë ma në për shtëpi, tash janë në për restorane, shumica e restoraneve kanë meny të Ramazanit, nuk janë shumë të lira. Mitrovica, për dallim për qyteteve tjera, po besoj që edhe Prizreni, më duket se edhe Peja kanë një atmosferë ma festive me qujtë ashtu, sidomos ajo koha e iftarit, të na janë pitalkat, dikon pitalkat, varsisht që shi quj në për qytetet ndryshme, është një atmosferë interesante që ndryshon, dallon shumë prej mujve tjerë, po në tonë si mirë. Tani edhe koha po fillon me ungro pak që kemi pas nevoj, edhe kaloj janare dhe shkurti që kenë me 600 dit, ky marë si shumë ma mirë. Tash mundu me thonë që kemi hymë vitin 2025. Po, qëtash ka fillu. Po, kur jemi tek stinët, je një person që ndikon ndoshta moti, djeli, moti i mirë, apo shio, ndikohesh? Shumë, ekstremisht shumë. Unë jam i lindur në mars, edhe në përgjësi e du stinën e pranverës, po sidomos e du verën. Vjeshta dhe dimri për mu janë dy stinë që më pëlqenë me pa prej mrena, me pa jashtë, po jo me dalë, jo me shiju. Pra ndikohna shumë, mos me thonë që jam si moti. Mundohem që me kanë pak në kundërshtim me motin, pra verës me kanë ma i fresket, ma i qetë, edhe dimrit me kanë pak ma i relaksum, edhe pse për një me ndikohna shumë. Me du borën, e du vjeshtën pashi, në përgjësi shiu nuk më pëlqen. Njerëzit i banë mu një mirë, i qetëson, i relakson, mu më banë qullë, më lagë. Vetëm si pejsazh në pëlqen, kur jemi brenda këto stinë. Veç prej mrena me pa jashtë është në rregull. E përmende që është një atmosferë shumë e mirë në Mitrovicë gjatë muajit të Ramazanit në përgjithësi, po si kujton ndoshta edhe vitet më herët, sa ka ndryshu kjo pjesa që mblidhemi ndoshta me familje gjatë festave, konkretisht dhe gjatë muajit të Ramazanit, kur mbledhemi së bashku me familjen, sa po na lejon sot kjo jeta dinamike që të takojmë më shpesh familjarët apo me që i kemi përreth? Se pas na menu, mirë po ndikoj ka shumë muaj Ramazanit që mu ritaku, rimbledh familjet. Trendi ka ndryshu prej asajna që pytët prej të kalumës, tani ma ftesat edhe qoftë na kur eftojmë dikon ose nafton dikush, nuk janë ma në për shtëpi, tash janë në për restorane, pra dhe menyt e restoraneve, po flasë për qytetin e Mitrovicës, shumica e restoraneve kanë meny të Ramazanit, nuk janë shumë të lira, kështu për me kanë shumë korrekt, po janë meny të mira, të bukra dhe kështu po takohen familjet, meqt, që besa edhe institucionet, kolegët, bojnë darka, po mënej iftare bashkë. është një atmosferë e mirë, kësha me qujtë, tani për dallim prej kur është dita ma e gjatë, është letë me agjeru, edhe për neve që jem duham pers, nuk është bashkë e letë, mirë po ajo koha, ndjenja, pritja e iftarit, pra gjitha ajo sakrifica që bëhet për të madhin Zot, që urejt shpërblehet, është shumë e mirë.